për mua, nuk është Edi Rama ai që I bën ato. Janë të gjithë ata si Parti Socialiste, si Rilindje, që kanë mbetur dhe janë futur në parlament, janë të gjithë ata bashkëpunëtorë të Edi Ramës. Mos harroni që Edi Rama bëri të pamundur dhe mbajti në parlament atë ish ministren e jashtme, atë Kaçurelen e bukur, Bjonde, e cila vodhi pronat e ushtarake të Bregdetit dhe ai akoma e mban në parlament dhe nuk e hoqi imunitetin asaj zonjës. Pra Edi Rama siç e shikon hajdutët, se që është pse I mbron këta? I mbron sepse është bashkë vjedhës me këta bashkë. Pse nuk bëri të njëjtin gjë edhe për Arben Ahmetajn? Pse nuk e mbrojti në të njëjtën mënyrë Arben Ahmetajn? Pse nuk shkuli dynjan që të dërgojë në gjykatë kushtetuese Arben Ahmetajn dhe të dërgonte edhe ata semente e tij për ta mbrojtur ata 3 gjyqtarët, juristët e kryeministrisë, edhe ata të kentur, të tre ata. Edi Rama I kalon të tëra shkallët e gjyqësorit, zotëri. Vajti direkt dhe në kushtetuese. Përse në kushtetuese? Ose Spaku ka marrë një vendim të gabuar, ose gjykata kombëtare kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka marrë një vendim të gabuar, atëherë të shkonte në gjykatën e apelit, shkonte në gjykatën e lartë dhe në fund në gjykatën kushtetuese. Po ai ka përsëritur të gjithë këta gjykata kushtetuese e morin në shqyrtim. Shumë keq gjykata kushtetuese që ka marrë në shqyrtim. Gjykata kushtetuese duhet të thoshë zotëri, zbatoi ligjin kodin e procedurës penale. Kaloi shkallët e gjyqësorit një nga një edhe pastaj edhe këtu. Mirë, po Edi Ramën e mbajnë ata, thash, deputet të tipi Tërvet Peçi, që është me 8 klasë, me 4 klasë shkollë, jo me 8, dhe është vetëm fshihet aty në salla e kuvendit që mos a shoh njëri se ai s'mund të dalë, flasë zit flasi, është pragmatist, praktikisht është pa shkollë, nuk di të flasë dhe rri atje. Si ai janë 10 nga ata. Domethënë nga 83 deputet që ka ai emëruar në punë sa ajo deputet, mund të jenë një 3-4 që din të flasin. Ata 3-4 u ka zëngojnë me deraj, kokën me deraj duke u dhënë hanë, edhe fajtor janë ata më shumë se Edi Rama. Unë ata denoncoj sot në këtë bisedë me juve. Denoncoj të gjithë deputetët e Rilindjes që mbështesin dhe mbajnë në krye një kriminal. Vazhdojmë poshtë. Zoti Islami, të kalojmë pak tek ishulli I Sasanit. Çfarë po ndodh me Sasanin? A mendoni se me vizitën e vajzës së Donald Trump tashmë fati I Sasanit është vendosur dhe do ta marrë vajza Trumpit për të investuar? Jo zotëri, nuk do ta marrë vajzë Trumpit, as djali Trumpit, as qendi Trumpit, as maçi Trumpit, as një nga pjesëtarët pronarët e Trumpit, sepse Sazani është tokë shqiptare. Dhe nuk e merr Qifuti Kushner, se ajo është martuar me Xheri Kushnerin, I cili është hebre, I cili ka nënën serbe, dhe kjo është një metodë serbe shumë e stërholluar, ruse në fakt, është ruse dhe është nxitur nga rusët me qëllim që nëpërmjet asaj vajzës president amerikan të hyjnë dhe të vendosen atje ku kanë ëndrrën shekullore rusët, të cilët humën pa Shalimani dhe kërkojnë tani të hyjnë në Sazan. Nuk do vinë zotëri. Ajo është një marrëveshje strategjike e bërë midis njerëzve që nuk I pyet njeri. Se në Shqipëri vendosin shqiptarë dhe vendosin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kështu që në qiell të hidhin në zbreshin tokë, ajo Ivanka të vej ande nga ka ardhur, të shkoj edhe të mos vijë më në Shqipëri, me këto mendje dhe me këto plane që ka, dhe të shikoj punën e saj, të shikoj veten e saj, familjen e saj, mos merret me problemet e politikës madhe, se politikës e bën, ajo e bën Jati edhe Jati bile, presidenti amerikan, ka partinë e tij, ka qeverinë e tij, ka në punësit e tij, ka specialistët e tij, ka të tëra dhe di mirë se ç'bën. Kështu që kjo është një ëndër me sy hapur Edi Ramës që kërkon ja pasaj Sazani. Nuk I jep dot gjë zotëri. Ta dini të qetë shqiptarët. Po them unë, nuk merr dot gjë fare, sepse Amerika e di mirë se ku janë shqiptarët, po u shkelen kallo. Nuk do futet dot serbi në Vlorë zotëri, se nuk I harrojmë ne që na kanë bërë serbët 45-48. Nuk I harrojmë ne që na kanë bërë agjentët e serbit në Partinë Komuniste Shqiptare me kryeniveli krimet që kanë bërë në Shqipëri.
nuk I harrojmë ato dhe nuk do lejojmë të përsëriten. Zoti Islami, si mendoni pse Ivanka Trump nuk publikoi foto nga takimi me Edi Ramën gjatë vizitës së saj në Shqipëri, por hodhi vetëm disa foto sa I përket natyrës shqiptare dhe ishullit Sazanit? Thjesht nuk mund të reklamoj dhe nuk mund të propagandoj diçka që nuk e ka. Dhe ajo di mirë që ka bërë marrëveshje me hiçin dhe për hiçin. Ajo di mirë që ai ishulli Sazani është I larë me gjak shqiptarësh në shekuj. Dhe jo edhe deri në ditët tona. Ajo di mirë, nëse e di, nëse ka bërë 5 klasë shkollë, mase ka bërë atje në Amerikë, dhe duhet ta di që Sazani është pjesë integrale e territorit shqiptar, të Republikës së Shqipërisë, dhe nuk mund të hyj as ajo, as I shoqi, as kurkush tjetër. Dhe kjo është, këta mundojnë të na gënjejnë me sy hapur, më zotin. Po mirë mund ta gënjejë një fshatar atje në rrugë që smerret me politikë. Po jo inteligjencë shqiptare. Si do na shumëzoj nivelin inteligjencës tonë me 0. Po që se do bënte marrëveshje, edhe do vinte, nuk do vinte si vajza e presidentit Trump ajo zonja, po do vinte si e shoqja e Kushnerit, dhe Kushneri do vinte aty të llafose me Edi Ramën, të shiste të blinte trojës shqiptare, sikur ja ka lënë Kristaqi Edi Ramës. Jo, zotëri, jo. Jo, zotëri, jo. E di dhe ai, është ebrej mençur ai. Edhe pse është babai I tij ka qenë I dënuar në Amerikë për vjedhje. Ka qenë burg babai atij, vjerja sa Ivankës. Këto gjëra ne I dim, këto gjëra I di Amerika, I di FBI Amerikan, I di presidenti Amerikan, nuk hyn dot aty, prandaj nuk duket gjykundje ai, dhe prandaj dhe ajo nuk bëri asnjë fotografi ose nuk publikoi. Pse nuk publikuan marrëveshjen? Pse se publikojnë? Po pra, pse nuk pati komunikim publik së bashku me Edi Ramën, se më shumë kishte ardhur si turiste se sa për të investuar në Sazan. Se është marrëveshje hajdutësh, marrëveshje bizosqish, kumargjish. Nuk është marrëveshje shteti, se s'përfaqëson gjë ajo Ivanka, çfarë përfaqëson? Dhe të na thotë me çfarë statusi erdhi? Erdhi me statusin e që lutem, erdhi me statusin e vajzës presidenti amerikan e dërguar prej tij, apo erdhi me statusin e të shoqit? Dhe të na thotë ç'sa thotë. Se thotë. Sepse nuk mund ta thotë zotëri. Nuk mund ta thotë. Se është veprim I pist, e njollos, qofse atë do ta mbështesë, qofte në 1% I ati saj presidenti Trump, ai do humbiste shumë pikë në sytë e popullit shqiptar. Jo ai se përfaqëson Amerikën, po Amerika. Pra ai këtë gjë nuk mund ta bëj, sepse e di që 97% e shqiptarëve, mos thënë 99% janë pro-amerikan. Dhe nuk duan, dhe jemi pro-amerikan, se duam që, sepse shikojmë që Amerikën e kemi mbrojtjen tonë, Zotin dhe Amerikën kemi mbrojtje, s'kemi njëri tjetër. Dhe nuk mund t'ja lëmë ne Ivankës, edhe Ivankave, edhe sejmenëve që ka presidenti Amerikan të lëmë të japim truallë shqiptar. Harrojni, nuk bëhet. Pra nuk foli, nuk bëri foto, nuk publikuan marrëveshje, vetëm në media u tha kështu, u tha jo, bë kjo, po asnjë gjë konkrete. Marrëveshjet midis shteteve nuk bëhen ashtu. Dhe shteti shqiptar nuk bën marrëveshje me individ si puna e Kushnerit. Shteti shqiptar, sado Bakallaro, që është kryeministri I drejt hyrë I Shqipërisë, Edi Rama, të tilla gafa nuk mund t'i bëjnë, se lënë dhe ata që ka rreth Europës, do dalë ku të mushk aty. Kështu. Mos ndoshta nga ana e saj Ivanka Trump ka dashur që të shmangë Edi Rama në mënyrë që të mos kompromentohet me të nisur edhe mbi ato për të cilat ai akuzohet. Se kuptoj si ta shmang, nga kush? Pra, pyetja konsiston në faktin që mos ndoshta Ivanka Trump ka dashur të shmangë Edi Ramën duke mos bërë foto me të në mënyrë që ajo të mos kompromentohej së bashku me Edi Ramën, duke qenë se ai akuzohet ose më saktë dyshohet si I përfshirë në çështjen e Charles McGonigal dhe në raportet me Shtetet Bashkuara të Amerikës pothuajse ka të ngrira. Po kësaj thonë të mbulosh kokën e të zbulosh si struci. Zotri,
Ajo, ajri për të bërë marrëveshje, me këtë do e bënte marrëveshje. Do e bënte me Tiranën. Pra pse e mbulon? Çka që e mbulon? Pse? Nëse është legale, nëse është e ligjshme, nëse është e ndershme, nëse është transparente, do t'i publikonte siç është rregulli. Ajo e di që s'ka gjë në dorë, dhe ajo e di që nuk përfaqëson asgjë. Ajo përfaqëson bashkëshorten e një hebreu amerikani. Kaq. Nuk përfaqëson gjë tjetër. Asnjë gjë s'ka. Por këto janë manovrat e këtij kryeministrusit tuaj, i cili kërkon me çdo kusht që të hyjë në shtëpinë e bardhë. Nuk do shkoj. Do shkoj me hekur në Amerikë, po shkoj, po jo si kryeminist. Për këtë të jetë i sigurt. Të jetë shumë i sigurt bile. Zoti Islami, për ta ribërë edhe një herë pyetjen por në një formë tjetër, pse nuk pati një shfaqje publike, po themi, të Ivanka Trumpit dhe Edi Ramës, pikërisht sa i përket ishullit Sazanit apo investimeve amerikane në Shqipëri, por u desh të takoshin skutave një herë në restorant dhe pastaj pritja në kryeministri në natën vonë. More, më falë, në miliona raste vjedhjes që bëhen në botë, sa vjedhje bëhen ditën për diell? Sa përqind? 0,001% bëhen ditën. Të tëra marrëveshjet, hajdutllëqet, vjedhjet bëhen natën. Prandaj dhe ata si hajdut që ishin të dy palët, si Kushneri, se s'po them për Ivankën, se grua se do të bindet burrit. Ajo ka rënë në fakt në kurthin e Edi Ramës. Dhe ajo në këtë rast është për t'i qarë hallin. Po i shoqi nuk ishte i pranishëm në fakt. Është si futi më qura ai. Ai di mirë se ç'bën. Jo, nuk ishte i pranishëm në Shqipëri sepse do duhet të udhtonte drejt Moskës në radhët e delegacionit që bën pjesë sa i përket negociatave me Ukrainën. Shumë mirë më the. Ai ishte në Moskë sepse nëpërmjet që nga Moska i dërgonte udhëzimet Ivankës dhe Edi Ramës se si të vepronin për të marrë Sazanin Kushneri dhe për të vajtur dhe në Zmërnes. Prandaj të thash që hajdutët bjedhin natën, nuk bjedhin ditën. Dhe marrëveshja e tyre ka qenë marrëveshje hajdutësh, jo marrëveshje njerëzish serioz dhe shtet serioz. Daj të them që Edi Rama kujton se ç'ka bërë aty, gjë s'ka bërë, një vrim në ujë. Po ja u them unë, e gënjen mendja, në Vlorë me Ivankën dhe me Kushnerin ai ka bërë një vrim në ujë.